Asnjë gjë të madhe për pritin racionale që mund të ketë shoqëria kosovare që vendit të ketë institucione, të kishte institucione objektivisht muaj më përpara, por dëshira e munguar, e partikuluar me vendosmëri e Zotit Kurti. Dyshoj ashtu si kundër që edhe oponentëve të tij na sollën këtë situatë kur ne të konstatojmë vullnetin politik për të goditur shtetin ligjor të tyre me çdo mjet të mundshëm për të akomoduar se cilin projektim tyre politik që bëjnë. Është shqetësuese që edhe nesër mund të konstatohet një gjendje e tillë, dëshira e politikanëve këtij kampi politik që bëri pakt absolutisht, koalicion në mënyrë ose tjetër të pashkruar për të mos i dhënë vendit institucione. Edhe nesër te presidentja do të shkojnë aty, do të na thonë zgjidhja janë zgjedhjet. Zgjedhjet janë zgjidhja. Ashtu shkon politikisht situata në këtë drejtim, me qenë se të gjithë në mënyrë ose tjetër po provokojnë situatën që vendit të mbajë zgjedhje të parakoshme. Është lajm apo nuk është lajm që këta udhëheq goditën shtetin ligjor për gjykimin tim fatkeqësisht nuk është lajm. Në situatën aktuale, ata që shohin me kapelen e shtetit ligjor mund vinë në konkludim të thjesht që kjo qeveri në dorëheqje dhe ky kuvend nuk ka mundësi të procedoj me tutje ligjërisht për ligjin për buxhet. A bankroton shteti, as bankroton. Fare nuk është më rëndësi për shikimin e tërësisë së ligjeve. E rëndësishme është dojmë ta respektojmë demokracinë, rendin ligjor, apo dëshirojmë të akomodojmë shqetësime sociale ekonomike, pse